Zoti kryetar, unë jam shumë me fat që jam pranur sot për m'ja u bë disa pyetje normale, edhe m'ju thonë që a keni mendu ndonjëherë me bo ndonjë vend specifik për çiftet që kanë shumë me fat, që ju jeni prezent për me i kurorzu për martesë. Faleminderit shumë. Ne faktikisht po punojmë shumë për Prishtinën me pas jo vetëm një vend, por me pas shumë vende, me pas pika të ndryshme ku edhe çiftet e bukura sot e në të ardhmen me pas mundësi për me u kurorzu, duke e pas pamje të mrekullueshme të kryeqytetit. Sot pata ashtu nderin me i kurorzu laureatin edhe Agnesën, pra vajzën e këngëtares e mirënjohur, e cila me vitet të tona edhe ka rkëtu krejt kombin tonë shqiptar. Kështu që juroj shëndet, dashni e shumë trashëgimtar në të ardhmen. E normal neve na mbetet me vazhdu punën e madhe që na pret për transformim të kryeqytetit, për të mirën e të gjitha qifteve dhe të gjithë trashëgimtarëve të tyre që do të jetojnë në kryeqytetin tonë të mrekullueshëm. Unë bashkë këtu dashta me dalë që sa e keni sezonën tash të ngarkume prej qifteve që normal kanë me u Unë them zakonisht nuk kam kohë për arsye të agjendës të stërngarkume me punë, po ka njerë kur del një 15 minutësh, atëre shfrytëzoj, sikur në këtë rast, për me tregu respekt normal ndaj familjeve, jo që nuk kam respekt ndaj të tjerëve, të gjithë ata që vendosin të martohen, vendosin të kurorzohen dhe të punojnë rreth të armës tonë, pra na vyjnë trashëgimtar të shumë, na vyjnë shturje e popullatës, prandaj edhe jam mirënjohës të gjithëve që vendosin të kurorzohen, sidomos ata në Prishtinë, për Prishtinën e për gjithë Kosovën e Shqiptarinë, kështu që urime të gjithëve dhe shihemi në kurorzimin e radhës. Edhe unë kam disa fjalë për ju që jemi shumë krenar me ty, edhe inshallah të kemi gjithmonë edhe me shëndet, se rëndësi ka shëndeti, kështu që të uroj gjithmonë fat, dashni e të natë mirat njetë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe unë juve gjithashtu. Faleminderit. Respekt për juve.